Tha, ja Rasul Allah, ma lejo zinan. Ja Rasul Allah, ma lejo imoralitetin. Une nuk muj me ndet. Une krejt haramet muj me ilan, ama zinan s'muj me ilan. Këtu e gjenë atë që i takon besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o filan, a e don atë për nanën tënde? Çdo gjë që don me e bë apo nuk don me e bë. Ti a duash vllaut tënd atë që e don për vete. Mos ti a duash vllaut tënd atë që nuk e don për vete. Unë nuk muj me lën zinan. A e don për nanën tënde? Tha, jo ja Rasul Allah, po edhe ajo mund të jetë nanë e dikujt. E don për motrën tënde? Tha, jo ja Rasul Allah, edhe ajo mund të jetë motër e dikujt. E don për vajzën tënde? Jo ja Rasul Allah, po edhe ajo është vajzë e dikujt. Dhe ja numëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato të familjes të afërtat. A e don për ato? Jo ja Rasul Allah, po edhe ato dikush tjetër i ka familje, i avëndoi dorën në gjoks. Dhe bani dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë njeri i cili tha, ka marrë te ti me dashurinë më të madhe për zinan dhe largohem nga ti me urrëtitjen më të madhe ndaj zinas. A e don një gjë për vete? Jo, mos ja shkakto edhe vllaut tënd.